Këtë të njëjtën në Këshillin Bashkiak të Pogradecit u zhvillua një takim i kërkuar nga Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Emigracionit në Korçë. Qëllimi i këtij takimi ishte regjistrimi i mjeteve lundruese me synim verifikimi në kohë reale të çdo lëvizje në liçenin e Ohrit dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Në takim morën pjesë përfaqësues nga Bashkia Pogradec, Drejtoria e Peshkimit si dhe Prefektura e Korçës, të cilët diskutuan mbi masat që do të ndërmerren për kontrollin dhe menaxhimin e mjeteve lundruese në liçenin e Ohrit. Sipas autoriteteve, ky proces do të ndihmojë në parandalimin e aktiviteteve të paligjshme, mbrojtjen e mjedisit dhe garantimin e rendit në liçenin e Pogradecit. Qëllimi i takimit të sotëm ishte pajisja e mjeteve tona të lundrimit dhe të peshkimit, siç janë varkat e motora, me dokumentin e nevojshëm për lundrim. Edhe do u gjet një radhë një dakursi, do gjendet një hapësirë e ligjit ku të bëhet një regjistrim i këtyre mjeteve lundruese në liçenin e Ohrit, e mjeteve të peshkimit. Besoj se u gjet një gjë e përbashkët ku do të regjistrohen të gjitha mjetet e peshkimit në liçenin e Ohrit tek zyra e regjistrimit të porteve Durrës. Është një dokument i cili do të identifikojë mjetin e çdo personi, çdo pronar, çdo peshkatari ku të jenë të regjistruara për qëllime kuptohet të humbet të vitet siç janë rastet mund të ketë patur, me këtë regjistrim janë të verifikuara. Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit me institucioneve dhe rritjes së sigurisë në zonën përreth liçenit të Ohrit.